Moja Mida, çfarë ndjesie. Për gjatë 102 ditëve kjo shtëpi ka vlu, po rikthehemi prap post Big Brotherit. Po hi sikur ditën e parë. Kom qef me përcjell një mesazh që o nuk ka lidhje kush je, apo dhe nëse prej nga vjen. Thjesht se edhe emocionona shumë të çdo pjesë. Thjesht njeh ke ondrën, apo dhe nëse realizohet një ditë. Kjo është mesazhi më i bukur i rinisë, sidomos rinisë kosovare. Po normal që Eliona më ka pëlqy adin. U shlirova ma në fund e tha. Çfarë po ndodh me të dashurën tënde? Po. Pastaj edhe më ka raportuar për ca gjëra që s'm kanë pëlqyer fare. 2-3 deklarata. Ka një moment nashta pak u guta, ti mbrojte, se ti u nervozove, po te kishi pas një farë. Po këto do të me shalu. Bukurosha tjetër, më falë. Bukurosha e tërbuar. Klodi, pse edhe kjo ftohje ka që madhe prej te ndaj Benitës?